Një mal me zemër të ndezur, hirën për tokën që aq shumë edhe shet. Në natën merët, kur shpirti yt u largua, drita jote na la, por kur s'u shua. Fjalët e tua, një këngë në zemrën tonë, një amanet I thonë me zemër të thyrer. Toka jonë është e shenjtë, mos harroni, gjaku ju në rjedh në rrënjët e saj. Jena të slave që t'nikët të mallkuar, me plumba e zjarë të qëlluan pa mëshirshëm. Por ti baba, si shqiponje vërtet, qëndrove krenar deri sa pate jet. Sot toka ku qëndron trupi yt është një altar, ku liria flen mbi gjakun e derdhur. Lotët tani janë një det kujtimesh, por dhembja jonë është forcë për nesër. Nuk e kemi zakon, dëshmorët e martirët t'i qajmë, por t'u thurim vargjet, I këndojmë këngë. Nale një emër, nale nder, që kur s'do harrohet, një zemër të pastër, një shpirt shqiptar. Baba je ylli që ndrison netët e mia, flaka e liris që kur s'do shuhet. E mbajte betimin që vëllajti dhe do të vdesim bashk, se vetëm s'të lë prehu I qeto mali pa thjeshëm. Liria erë si dallë që s'ndalet, ne jemi bite tokës dardane, për të cilën ti flijove jetën, e amaneti yt në zemër na qëndron. Me qenë se është herët edhe është pa paralajmërim, kështu që çka me bo? Nuk e dita që e kemi tashmo edhe telefonatën. Alo, përshëndetje, mirë dita, vllachko. Përshëndetje, motra ime, për Iren. Faleminderit shumë vllachko. Vllachko, si po kalon edhe si po shkon puna atje në tubimin dhe për kujtimin e terrorve në masakrën e Rezallës. Edhe njëherë lavdi për të gjithë emër për emër. E çka më thon vllachko? Që unë më njëherë për ta kaloj profesorin Hamdi Aliun, Kamer Aliun. Edhe pyete biseda gjëra gjatë sa dush. Faleminderit vllachko. Po të ramuzre. Faleminderit. Qëtu? Përshëndetje. Alo, përshëndetje, I nderuari. Përshëndetje, Hamdi Kamer Aliaj. Mirë se na erdhe në emisionin tonë tek Radio Zëri Lirë. Unë të falenderoj kushëri nderuar. Unë jam pra Lule Shabani ose Lule Gashen nga fshati Rezall. Pikërisht vajza e martirit të vrar Ferhat Gashi, ku është vrar së bashku me Axhin, pra me vllahun e vet Sadriun. Kështu që po ta knasinë dhe kërkoj falje se pa prit këtë më lajmëroj Regja se e këshëm bo një interviste dhe me kamerë dhe ishëm ka drejt për drejt, por me qenë se shumë shpejt, vetëm kur më thirë, kështu që më dasht vetëm për mes telefoni. Nderuari profesor Hamdi Kamer Ali, si edhe si po kaloni atje në tubimin që po majt pikërisht me 27 vjetorin e masakrës së Rezallës. Spori ju përshëndes. Faleminderit. Për këtë emision të qelluar, por dhe gjithë ata ndëgjues që ndëgjojnë këtë zët e kësaj radios.
Sot këtu, une ku foli këtu, une Hamdi Kamer Aliaj, pra me profesion ish mësimdhënës, asimtari i gjuhës dhe letërsis shqipe, tani dhe jam antar i Lidhjes Shkrimtarë të Kosovës, autori i monografi Fshatet Rezall. Kam deri sot të drejt presidenti nga memoriali i terrenëve të Fshatet Rezall të dhënë këtë intervistë. Faleminderit. Po jemi këtu sot pra 5 prilli i 2026 e po kujton 27 vjetorin e terrenëve të dëshmorëve dhe martirëve të Rezallës. Gjithsej të dëshmorët dhe martirët të Rezallës janë 98 veta. Prej tyne, prej 98 veta, 14 janë musafirë, ndërsa 84 janë vetëm banorë të fshatit të Rezallë. Nga mosha, kemi nga mosha më e re që ka dhënë jetën Vjollë Saferat Ahmeti, e lindur në vitin 1993, do më vajzë 5 vjeqare, deri të shefqet Kadri Zabeli, i lindur vitin 1912. Për 98 ema që kemi këtu, 7 janë të gjinisë femërore, ndërsa të tjerët janë krejt e gjinisë mashkullore. Kështu që të themin nga këtu, e shpalosim një pasyrë dhimbje që është mësues për gjithë njerëzimin e botës se çka ka ndodhur në fshatin Rezall me 5 prill. Me 5 prill 1999, ky fshat është rrezikuar nga forcat paramilitare të pushtetit të Miloševićit, kriminalet të Ballkanit, nga gjitha anët në mënyrë të çelikosur. Dhe banorët të cilët kanë qenë të strehuar, dikush në gjysmë dhome, dikush në ahure, janë zënë, nga mëngjesi deri në ora 3 të pasdites, janë marrën nga gjitha lagjet dhe ndërguar në kotrën e fshatit, që sot e kotra quhet kotra e heroizmit, tek shtëpia e Hashim Drăgutit, në aborrin e asaj shtëpie, ato janë mbajtur nga mëngjesi deri në ora 3 të pasdites. Në ora 3 të pasdites kanë filluar të ndajnë burrat në njërin anë dhe gratë dhe fëmijë në anën tjetër, duke i dërguar në drejtim të fshatit Pollush dhe Polas. Ndërsa burrat i kanë ndarë gjithsej 41 veta nga familjarët. Prej 41 vetave që janë rreshtuar ato, për kushkatim, mesin e tyre ka qenë fëmijë 12 vjeçar Burim Xhemal Zabeli. Nga automatikat, nga shprazja pushkumetraleza të armët të ndryshme, janë shprazë mbi trupat e 41 vetëve dhe nga 41 vetat, 38 kanë mbetë vdekur pa jetë në atë vend. Kështu që në atë vend, pushteti serboslav e ka kryer krimin e 5 fesht. Krimi i parë ka qenë se ka pushkatuar njerëz civil. Krimi i dytë ka vrarë fëmin 12 vjeçar. Krimi i tretë është mundur ato për ato të mshef krimin duke e groposën një grop dhe duke mundur të mshef krimin. Krimi i katër, para se të hyjnë forcat e natës, i kanë marrë trupat e pajet ato që kanë mbetur dhe i kanë dërguar në rudnisë të Rashkës. Ato gjithsej i kanë bartër 36 vetë të pajet dhe ata trupa janë mbajtur në mënyrë të mshirë nga pushteti sot i kriminalit Vučić deri në vitin 2014. Kështu që fshatin Rezall me 5 prill forcat paramilitare kanë kryer krimin e parë, ndërsa krimin e dytë stafi i Vučićit me gjithë stafin e vet e ka kryer krimin e dytë deri në vitin 2014, i cili ka mbajtur 36 trupat e pajet të fshehur në rudnisë dhe bajtanisë të Rashkës. Në këto momente, në vitin 2015, janë kthyer 36 vetë të cilët i janë mbajtur të fshehur në rudnisë të Rashkës dhe sot pushojnë këto trupi i tyre pa jetë në këtë memorial. Vend të tekstuat se në atë vend ku ka bërë pushkatimin, njeri prej tyre ka qenë i lyrë me benzin, Shaban Aliu, dhe është pushkatuar po ashtu i lyrë me benzin.
Mirë po me 5 prill, kur kanë hyrë forcat serbe, në lagjen Anina Deliu, i kanë vrarë dhe disa të tjerë, si Isa Zabelin, Halim Aliu dhe Rahim Kadriu nga Prekaze. Halim Aliu dhe Kadri dhe Nebiu, ta jenë lyrë me benzin, drejt për drejti atu, dhe ju ka dhenë flaka ashtu në këmbë. Familjarë dikun afër 50 metra kanë qenë në pyll dhe i kanë parë duke u djegur pra të afërmit e tyre. Kështu që ky krim që është kryer më përpara, sot bashkia ndërkombëtare, zyrtarët e Euliksit, duhet që sa më parë fillojnë hetuesin edhe të gjenden kriminalet të cilët ndoshta enden edhe nëpër Europë. Pikërisht Kështu që do të derisa- bëj këtë pyetje, derisa a kanë mujtur të identifikohen ndonjë person që ka bën këtë masakër kaq të mërshme në fshatin Rëzall. A është gjyku derisa ndonjë person? Jo, për fat asë një kriminal serb i cili ka duar të gjakosur që 27 vite nuk është dënuar për këtë masakër të cilën e ka bërë. Vlen të theksohet ato ku thash është ku është kryer krimi për të mbijetuar të masakrës. 3 ato kanë mbijetuar, njëri prej tyre ka qenë Sadri Gashi, i cili për fat ato asë një prekje plumba nuk e ka rroku për fat. Mirë po pas 2 javë ditë shkry se bashku me vllajën e vet për atë Gashin i zënë në fshatin tis dhe janë pushkatuar. Ndërsa i mbijetuari tjetër që ka qenë Misin Deliu, ai ka ndruar jetë me 2019, mirë po i ka dhënë ose 100 intervista në për televizion e gazeta që ato intervista do të vlen kudo që shoh që do të nxinin kriminalet për krimet që kanë bën, do të jetë ato si dëshmitar gazetat dhe informacion që ka dhënë për televizionet tona shtetërore. Ndërsa i mbijetuari tjetër i cili ka qenë atëherë në ato vitet moshën 17 vjeçare, Ismet Rukulli, po ashtu edhe ky i ka dhënë të shumta intervista në për televizion dhe gazetat që ato do të shërbejnë edhe për fat është ende në jetë. Nëse do të nxjinin kriminalet, Ismet Rukulli me sëri do të shpalos për kujtimin për kujtimin e prasprilës se çfarë masakra më barbare kanë kryer gjitha llojet e serbosllavit në krye me Slobodan Miloševićin. Mirë po edhe njerë theksaj, që krimin e ty që ka bërë Vučići, sa që thirret mesin e Europës sekretar i shtetit shpallur gjenocid, ai e meriton edhe ai të gjykohet, për arsye se e ka fshirë krimin për 14 vite. Kështu që Rudnica Rashkës është turpi i Serbisë, ndërsa memoriali këtu nga ku flas, këtu tek ne shërben për përkullje, për arsye se secili këtu që pushon është një lapidar për kujtimi se çfarë jetën mizore e kanë dhënë nga forcat e serbosllavit. Të tjerë ku i përmendim, janë të vrarë në për lagje, në për rrethin e fshatit Rëzall, kështu që gjithsesi kemi 98 veta. A janë kthyer të gjitha eshtrat apo të gjitha kufumat pikërisht nga Rashka që apo mungon ende ndonjë prej këtyre emrave prej 98 personave që janë të vrarë dhe të masakruar në Rëzall? A janë të gjithë të varrosur pikërisht në fshatin Rëzall apo ende nuk janë kthyer? Jo, këtu për fatë gjithë që kanë qenë të zhdukur, për fatë gjithë janë kthyer, janë gjetur në 2014, ndërsa në 2015 janë varrosur këtu. Vetëm harrej se harrova të themi, kur i kom mbledh shënimet afër për 6 muaj ditë për lipën Rëzallën rrugtimlirie, kom hasër në një person i cili atë ditë ka qenë ditë e hone e 5 prillit 99, në orën e 16:45 minuta që ka kshyrë orën e person, i është shprehur lumbat e automatike të serbosllavit në kodrën e fshatit, sot kodra e herizmit. Do të thotë mos me harrua. Ditë e hënë ka qenë
5 prillit natë 9 orën 16:45 minuta, pra është kryer krimi më barbar nga gjitha forcat paramilitare të Serbosllave në krye me kasapën e Ballkanit Slobodan Miloševićin. Ne si familjar këtu që janë, sot ishte numër shumë i madh, i panumërt ishte. Ende sot pashë lot dhimbje pranë çdo ato ku bë përkujtimi, ku pushojnë trupat e tyre pa jetë, që ata lot rrjedhen si burim i lirisë. Me thonë se sa shtrejt e kemi paguar këtë liri dhe pamparësitë që ne gëzojmë. Lusë institucionet tona shtetërore, po edhe për krahasit e gjithë bashkisë ndërkombëtare, që masakrën e Rezallës ta kenë, themi, ditore në hetusi, edhe kriminalet duhet sa më shpejt të zinen edhe të marrin dënimin e merituar. Derisa të marrin kriminalet dënimin e merituar, lotët e dhimbjes në këtë vend nuk do të ndalin kur, po do të jenë burim i dhimbjes për atë që ka kryer shteti më barbar, shteti më gjenocidial i Ballkanit, themi Serbia. I nderuar Hamdi, kisha edhe një pyetje, a kanë vënë mjaftueshëm institucionet tona dhe organet përgjegjëse pikërisht të zbardhen këto raste, këto masakra anë banë Kosovës, jo vetëm në Rezall, edhe të dalin para drejtësisë kriminalet, dhe a kishin mujt bëjnë diçka më shumë rreth këtyre? Unë sot themi me zyrtarët e ULEX-it kam biseduar 2 herë rradha si për fat, edhe librin tim e kanë në dorë zyrtarët e ULEX-it. Ndërsa zyrtarët tonë të ETUSIS nuk kom hasur unë si person autor i librit në bashkëpunim me ta, ndoshta kanë bashkëpunuar me qytetarët e këtij fshati, ndërsa nga ana ime jo. Mirë po, bashkëpunimi herë të kudo duhet të jetë i afërt me gjithë ata që dinë se çka ka ndodhur në fshatin Rezallës, edhe një bashkëpunim me zyrtarët e ETUSIS të policisë sot të Republikës Kosovës, me ne bashkëpunim me zyrtarët e ULEX-it, bashkëpunim me zyrtarët e Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cilë kemi mish të shenjtë, ma mërmena se një bashkëpunim i afërt i gjitha këtyre, sa më shpejt do të zbardhet ai krim të cilën e kanë kryer serbosllavët. Ju të shëtisen serbosllavët, ndoshta ne për Europë me dur të gjakosura. Kështu që përkujtimi i sotëm i 27 vjetorit është një përkujtim historie që sot për fat kishte shumë televizione këtu dhe anë e kënd botës mund të shikohen këtu në ngjarje. Mirë po me vije keq që televizionet tona duhet të kenë edhe një program gjuhën angleze, se sot jemi shekullin e 21, kemi do familje që din gjuhën angleze, edhe për këtë masakët flitet edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që opinioni botëror që njeh gjuhën angleze, për arsye se gjuha angleze është gjuhë botërore, edhe ndëgjohet më shumë, edhe do të ishte njoft bota se çfarë masakre ka kryer Serboslavi. Hamdi, unë të falenderoj shumë, çfarë mesazh orna. Vetëm edhe një. Tu është memoriali ku pëllon këtë intervistë, ndërsa nga këtu atje ku është kryer masakra diku në afër 300 metra, pra që sot quhet Kodra e Heroizmit, ai vend duhet të hyjë. E kemi si kërkesë, unë si autor i librit, po ose bashkëtarët, që ai vend atje nalt duhet të hyjë në mbrojtje shtetërore në ne. Në dy atje të rregullohet një pllak përkujtimore çish i përket historisë. Në 3 sa vetë janë vrarë as drejtën ilën. Në 4 një pusë i UIP-s të cilën ne atë kemi hapur atje në Kodrën e Heroizmit, edhe ai pusë të funksionoj, edhe të kthehet themi dëshmëria e terrenëve të cilët e kanë dhënë jetën në mënyrë më mizore në atë vend Kodrën e Heroizmit. Përndryshe atje ne vetëm si bashkëtar kemi bërë disa investime ndërsa nga institucionet tona, qoftë komunale, qoftë shtetërore, në vendin ku është kryer krimi i 5 fisht, ato nuk është investuar asnjë cent. Kështu që nëse ose niveli komunal, ose niveli shtetëror kanë mundësi mirë, nëse s'kan,
i kisha lutë ndonjë donator vetë të financoj edhe të dalë në atë vend për arsye se sa ti shërbejmë atë dheft, as do të kemi të shtretën liri më të fortë dhe më rrënësore. A keni bo ndonjë kërkesë tek komuna e Skënderajt apo tek organet kompetente të shtetit për të bërë dhe për të shpallur pikërisht atë vend si quante atje? A keni bo dikush nga fshati Rezall apo dhe kryetari i fshatit Rezall në bashkëpunim me fshatarët ato? Jo, për fat, ne nivelli komunal e din atje, mirë po prej nga që ka ardhur këtu memoriali këtu afër shkollës, në vendin atje ku është kryer krimi me keqardhje, më të theme që 7 vite kush atje një tuf lulesh që se ka me përjashtim sot ishte një staf i qeverisë sonë me kryetarin e të zhdukët të Republikës së Kosovës Andi Hotin, djalin e erojit ton kombëtar Ukshin Hoti, i cili ishte në atë vend atje, bëri nderime dhe i paraqitëm këtu kërkesa. Mirë po përmes zërit të radios suaj, ma merë se ky zër do të prek ndërgjegjen edhe në nivelin komunal, edhe shtetëror, por edhe donatorët, të cilët kanë dëshirë me kontribue për atë që ka kemi dhonë që ne se të punojmë të lirë, ma mërmene që ne atë vend mund t'ja rikthejmë me thonë dignitetin ashtu si që përket fjales liri dhe pavarësi dhe atyre të rëndët që kanë dhonë jetën. Ato të kemi të përkullim, ato të kemi të flasim për arsye se një thënie thot, ato ku ndodhet ngjarja, ato shkruhet historia, ato folet historia. Kështu që po që se do të rregullohet ai vend atje, ma mërmene se pas prekazit legjendar, Rezalla do të jetë numër 2 i vizitorëve që do të bëjnë nderimin e 98 dëshmorë dhe martirët e vet. Për arsye se Rezalla ka dhonë gjithherë njerëz të cilët kanë dashur të shërbejnë kombit dhe atë dhe ka ende. Unë shoh që me të vërtetë jeni edhe ju në atë me thonë atë mlefin se ende edhe 27 vite mas kësaj masakre që ka ndodhur, pikërisht në vendin ku ka ndodhur kjo masakër nuk është bërë asgjë dhe nuk është investu absolut asgjë. Sipas jush çfarë e keni ju si qytetarë të komunës së Skënderajt dhe të fshatit Rezall, çka parashikoni të bëhet në atë vendin ku edhe është kryer masakra? Të ngritet ndonjë përmendore, të bëhet ndonjë park, ndonjë çka mendoni që është më së miri të bëhet ato? Për këtë arsye po ta marr mendimin tuaj se ndoshta edhe dikush prej dëgjuesve tan, ndoshta mund edhe të jetë ndonjë sponsor apo të bëjë ndonjë apel që të investohet diçka dhe të ndërtohet, të rregullohet ai vend, pikërisht se unë vetë kam qenë para 2 muajve në Kosovë dhe isha pikërisht ato në atë vend, ato ku ish edhe baba im ku ka qenë i varrosur ato. Dhe është merr, edhe pse nuk janë të ndërriqur ai vend ato, po të paktën tjetë mirëmbajtja nivel. Ato është mirëmbajtja aty në varresave, aty në martirëve, aty në dëshmorëve që kanë vrarë ato. Është e të mërshme aja pjesë ato. Çka duhet bëhet sipas teje? Çka do të ndërtohet ato apo çka do të investohet? Faleminderit shumë e nderuar për këtë pyetje që më bëni. Ne për fat e kemi një arkitekt fshatit ton, Ramon Malaj, i cili ka bërë një projekt, i cili po të kryet ai projekt i kemi disa faqe, e ka kryer falas atë projekt. Që atë projekt unë mund t'ja ofroj qoftë nivelli komunal apo shtetëror, po dhe ndonjë donatorit, edhe në bazë të atij projektit, po të punuat aty me atë projekt, do të thotë edhe një po thamë që pas prekazit legjendar, ai vend ato do të vizitohet nga gjitha trerat shqiptare, por edhe nga gjitha miqt, do të themi, të botës. Vletë të teksuat se ato çush thash. Në atë vend duhet të rregullohet një pllakë përkujtimore, çish duhet për arsye se pllaka e cila është sot për sot, ne fshatarët pas luftës kemi bërë financim dhe kemi rregulluar vetëm si shenjë simbolike se çka ka ndodhur në atë vend. Fotografit i kam rregulluar unë personalisht
me prekrojën e bashkëtarët e mi, edhe kam prekrojë shumë të mëdha nga bashkëtarët, i falenderoj. Në veçanti shtyp shkronën Aeroprinti, e cila mi ka kry falas fotografi të themi që 15 vite që po të shkuat të llogaritet në vlerë dikon 1500 euro të fotografi na ka qenë kushtuar. Mirë po për fat Hajrez Zabeli, si drejtor i Aeroprintit, na ka kry këtë punë falas të fotografit. Atje nart janë fotografit që themi ato fotografi shikuan dhe kom has qytetar në ora 11 të natës njëra kom dalë, një qytetar nga Gjakova kishte qenë prekaz, edhe për dritat që janë rregulluar aty, kishte qenë duke i shikuar në ora 11 të natës gjitha ato fotografi që janë të radhitur ato 98 fotografi të rënëve. Kështu që do më thonë ato kemi që ka punojme sa vetë janë vrarë, qas pisha të ndruan, usi ujtë pisë i cili është hapur nga bashkëtarët mund të hyjë në funksion, edhe të kemi një përkujdesje. Unë personalisht ato çdo ditë dale kam afër shtëpinë, çdo ditë veturinat të cilat huan aty i largoj themi që 15 vite. Edhe do t'i hiqet derisa të më rrah zemra, mirë po të hyn në mbrojtje shtetërore, atëherë ajo e ka atë meritën tamam historike. Edhe një kërkesë kam. Forna. Kur bet organizimi i shkollave, nxënësve të shkollat të Republikës Kosovës, me vije mirë që shkojnë tek nëna Shqipëri, vizitojnë Vlorë, vizitojnë shumë vende historike. Unë i kisha bën një kërkesë që institucionet tona asimore, çdo vend spari nxënëse të Republikës Kosovës duhet të njihen me masakrën e Rezallës, masakrën e Prekazit, masakrën e Likozit, masakrën e Izbicës që ishte para disa ditësh, kështu që nxënësit duhet të njohin historinë nga vendlindja gjitha fshatrat të Kosovës, gjitha qytetet të Kosovës, se sa shtrejt e kemi paguar fjalën e lirisë dhe pamparësi. Me këtë çardhje ende s'ku po këtu nxënësat e asnjë shkolle, qoftë komunës Skënderaj në mënyrë të organizuar apo qytete të tjera që kanë ardhur në Rezallë, a fjala Rezallë, fjala e martirëve dhe dëshmorëve të Rezallës janë në gjitha trujet shqiptare, nga heroi Gjedet Aruqi kur është vrarë nga shteti serb në vitin 1990, kur krejt fshati ka qenë themi mbuluar me pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Kështu që një pjesëmarrje e tillë sot vinë këtu të nderojnë ta terren, po gjitha fshatrat e tjera neve nderimi na lartëson dhe e ujt fjalën liri dhe pavarësi të Kosovës. Besoj që institucionet tona arsimore duhet ta kthejnë syrin edhe të vizitojnë së bashku me nxënësit e gjitha shkollat, çdo vend ku kemi memoriale edhe të njihen me atë vend ku pushojnë trupat e pajet të gjithë të rënëve. Kjo mesazhi Ky është mesazh që me të vërtetë më la pa koment se edhe vetë ende derisa i nderuari Proof Hamdi asnjëherë nuk kam pa ndonjë shkollë që ka organizuar nxënësit pa marrë parasysh a është shkolla të filluar apo shkollat e mesme as fakultet. Unë nuk kam pa derisa në Kosovë që pikërisht të shkojnë të paktën një herë në vit të vizitojnë varrezat e dëshmorëve, pikërisht vendet ku janë kryer masakrat makabre në tërë Kosovën. Po, kjo është se heq këtë emision të qelluar, mu ma mërmenja se bac Adem Demoqi na ka lënë një porësi, ne bëhemi të fort kur të njohim masakrën e njëri tjetrit. Ne atëherë bëhemi të fort. Derisa nxënësat të Rezallës nuk e dinë masakrën themi të Izbicës që 27 vite, ose nxënësat e Likovsit që ku kanë afër këtu memorialin e Rezallës, ose nxënësat e Makaramarit, ne themi do psohemi. Mirë po ma mërmenja pas këtij ndëgjimit që bëjmë drejt prezerti këtu, do t'ju bie në vesh kjo kërkesë edhe besoj që do të vizitohen. Është karakteristike shkolla e Likovcit, ka qenë kazermë ushtarake. Më kujtohet
Perina Gjeva Droci si komandante e ushtarëve në veçanti gjinisë femërore ku ka dalën nga ajo shkollë në mënyrë komanduese duke kënduar këngë ushtarake. Unë drejt për drejt kom pa mase 30 veta që i kanë parë atë uniformë edhe duke kënduar këngë ushtarake ju shkoni lot përfaqëm. Kështu që shkolla Likocës si kazermë e parë ushtarake ose shtabi qendror i Likocës duhet të vizitohet. Me keqardhje nuk e di, unë s'kam kufar njërie që 27 vite një shkollë që ka bërë vizit shtabit të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, ku ato jo marrë vendimet më të rëndësishme, edhe njëherë Likocë në ato vite është quajtur kryqëtet i Ballkanit. A është në përbajtje të shtetit dhe a u intervenu diçka, a është në gjendje të rregullt dhe sa mujnë për shembull shkojnë ato të vizitojnë edhe duket ato shkolla e vjetër pra në fshatin Likovsk ku ka shërby edhe si kazermë e UÇK-s gjatë luftës. Po, shkolla për momentin është vetëm, që themi, e mbrojtër, e mbuluar, ndërsa as ato me keqardhjen nuk ka bon një cet kush investim. Mirë po si objekt mund të vizitohet ato afër, po ato duhet të ngjitet edhe një shenjë simbolike që ka edhe nuk ka kur shenjë që ka qenë kazermë ushtarake. Kështu që një shenjë simbolike që ka qenë kazermë ushtarake, ajo do të fol vetë para nxënësve që do të vizitojnë. Kështu që edhe ai vend atë meriton të vizitohet, meriton shtabi i ushtrisë shkrimtare të Kosovës të vizitohet, për arsye se gjatë luftës gjithë politikanët botëror, nga William Walkeri si miku më i shenjtë i kombit tonë, Christopher Hill e të tjerë, ato kanë biseduar me gjithë ushtarët tonë, me kryetarët e komandantët të cilët kanë qenë në atë kohë dhe ato janë marrë vendimet se si duhet jetë bashkëpunimi përmes bashkisë ndërkombëtare. Kështu që ato vetëm fotografitë mbrëndit shumë ushtarëve janë mirë, po ato fotografi përveç ndonjë vizitor të veçantë që shkon në mënyrë të organizuar nuk kanë pa që hyet dhe ato dhe shkohet dërohet ata luftëtarët që kanë luftuar shumica për të tyre të cilët e kanë dhënë jetën, por edhe ata të cilët janë sot në jetë, veçanëri ta ushtarët tonë që po mohon patërësisht në gjykatën e Hagës. Edhe atë fotografitë e tyre janë ato të radhitura. E kisha edhe një pyetje me qenë kthehemi tek masakra e Rezallës dhe sa kam pa edhe vetë herën e fundit, po edhe mas rivarësis se babait tim Agjit dhe i babit e Recep Gashit, pra Idris Gashit, kanë mbetur edhe disa martirë dhe dëshmorë, disa të vrarë atje në Alt ku pikërisht në vendin e masakrës. A pritet që edhe këta që kanë mbetur atje në Alt, pra pikërisht të kthehen dhe të vinë në kompleksin e dëshmorëve pikërisht të shkolla në Rezallë? Po, edhe këtë pyetje që e pasqyron është pyetje e vlera. Unë me disa familjarë që i kanë ato eshtrat e atyre që pushojnë ato, ata e shohin të udhës që niveli komunal, po dhe shtetëror, vjen edhe bën pyetjet, thejmë ato pse kanë mbetur edhe trupat e pajet në atë vend. Për arsye se ato varreza nuk mund të i quajmë, për arsye se ata janë lapidar edhe duhet të përkulin para secilit. Kështu që ata duhet të mirët parasysh ato ai vend, edhe ata duhet të vendosen në memorial me prekrahjen e familjarëve të tyre. Familjarët kanë pak ankesa pse institucionet tona nuk shkojnë edhe nuk kujdesen për ata trupa të pajet se çka duhet më bërë me ta. Atje na kanë mbeten disa, domethënë që ato sot i pash shumë familjar duke qajtur me lotën e 27 viteve. Kështu që besoj pas kësaj komunikate që jepet nëse ju bien në ndëgjim,
të merret parasysh kjo ndërgjegje me të vërtet e ndihshme që familjarët e mi presin, ja ka dhënë kvotën atyre që të punojnë për ta dhe për gjithë kombin. Faleminderit shumë, unë të falenderoj shumë nëse s'ki me shtu diçka për fund dhe mesazhi juaj për të gjithë dëgjuesit e Radio Zërit Lirë dhe të gjithë ata që na ndjekin dhe na dëgjojnë përmes valve të Radio Zërit Lirë. Faleminderit për jush, i falenderoj gjithë dëgjuesit e këtij emisionit, të cilët na kanë dëgjuar. Edhe njëherë sot në këtë ditë për kujtimi e shoh të arsyeshme të falenderoj për arsye se ndoshta po të kishin mundësi të gjithë ata ndëgjues do të ishin sot këtu në këtë përkujtim, po me shpirt dhe zemër ata kanë qenë këtu, i falenderoj ata të cilët e kanë dëgjuar këtë emision, i falenderoj gjithë ata që familjarët të cilët kanë qenë sot këtu, gjithë ata qytetarë që kanë qenë në kënd Kosovës sot këtu, kështu që ky vend jo vetëm sot, po ky vend meriton të vizitohet, themi, çdo ditë. Edhe njëherë ju dëshiroj punë, suksese të mbara, edhe me qenë se kemi çka të flasim mjaft për historikën dhe martirët e Rezallës, edhe njëherë ju qof lavdi të rënve të dëshmorët dhe martirët e Rezallës, lavdi gjithë të rënve ku do qoftë që janë qoftë në Republikën Kosovës, por e kemi edhe 120 ushtarë të Republikës së Shqipërisë të cilët kanë luftuar për këtë liri dhe pavarësi të Republikës së Kosovës. Edhe aty në ju qof lavdi, edhe kjo lavdi jetë janë në zemrën e secilit me ndjeshmëri edhe të përkullim gjithherë me këtë nder dhe respekt. Punë barë e mirë pafshim. Faleminderit shumë, respekt pafund për këtë intervistë dhe për kohën që gjete. Unë të falenderoj nga zemra në emrin tim, familjes time, po ashtu dhe stafit Radio Zërit Lirë, të uroj gjithë të mirat, shëndet për ty me familje, e shpresoj të shihemi edhe të marrëm ndonjë intervistë drejt për drejt pikërisht kur të jim unë ato personalisht në Rezallën të dashur. Jeni me pritur si mediat, themi që fatbarësi që të kemi nga fshati i Rezallës, edhe ti ke qenë gjithherë, themi, një vajzë e etur në shërbim të themi të fshatit, edhe sot po shihet që udhëheq edhe këtë emision të kësaj radios të qelluar. Kështu që miru pafshim edhe shihemi respekt. Faleminderit shumë, miru pafshim, miru dëgjofshëm, me respekt e lavdi edhe njëherë për gjithë të rërit ato në fshatin Rezallë dhe anëmban trojeve shqiptare kudo që janë dhe jetojnë, lavdi për ata që dhanë jetën e respekt për çlirimtarët tanë, dhe Zoti sa më parë edhe çlirimtarët tanë që gjenden prapa grilla të kthehen në Kosovën dhe në vendin tonë të dashur. Faleminderit shumë i nderuari prof, e mirë mbetshi e miru dëgjofshëm herave tjera. Faleminderit, në këto momente i bashkangjitëm lavdis që e theksuat ti së bashku me të afërmit ton Recep Gashin, i cili këtu është drejt për drejtë dhe është një kontribues në çdo aspekt për të mirën e fshatit tonë. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit shumë, ditën e mirë e çdo të mirë. Çdo të mirë. Pra, të dashur dëgjuese, shpresoj të kemi edhe Regjën pak. Regj, a jemi ende në linje? Po, përshëndetje. Përshëndetje Regj edhe njëherë, unë para se ta jap fjalën, të falenderoj shumë nga zemra për gatishmërinë dhe për që çdo herë je në gatishmëri të bashkëpunosh me ne si staf. Respekt për ty që na mundsove edhe sa drejt për drejt, pra të kemi profesorin tonë dhe shkrimtarin tonë nga Rezalla jonë heroike, Hamdi Kamer Aliu. Regj, çka do të na thuash ti sot? Po na më bërë që kemi dëshmorëve me përkujtu ndë orë, minut, ditë, javë, muaj, vit, sepse fol dëshmorëve jena sot pjena. Se përshëndes profesorin Hamdi Kamer Aliu për këto të dhona që ti dhe aty, për në ndërëj 100.000 herë. Atëherë, Regjën, të falenderoj nga zemra, lavdi për babalar tanë, lavdi për të gjithë ata që dhanë jetën për këtë liri që ne sot e gëzojmë.
Respekt edhe njëherë për ty që na mundsove këtë lidhje të drejt për drejt, ju uroj një mesditë mirë, qetë e mos mërzitje. Gjithashtu, jo, ja, si e që me po, dhe me konë krenar në për papalar të unë, si ti, si unë, si gjithë tjetë për dëshmor të unë që për ty nësët jena. Të njëherë, përshëndes shumë, motra jam, Faleminderit. e lavdi dëshmorve. Faleminderit Regj, edhe njëherë respekt pa fund, kaloni një ditë mirë e dëgjohem. Kale bukur, ciao ciao. Tong, ciao. Pra, të dashur dëgjues të radio televizorit të Zëri Lir, ishëm në intervistë drejt për drejt nga Rezalla heroike nga vendi i ku prehen tashme trupat e dëshmorëve dhe marterëve të fshatit Rezall në 27 vjetore në ditën përkujtimore, në ceremoninë përkujtimore ku mbajt sot pikërisht nga komuna e Skënderajt. E falenderojmë edhe i herë që e kishëm në intervist profesorin dhe shkrimtarin ton nga fshati Rezall, pra Handi Kamer Aliun, ku na mundsoi pra dëgjuesi jonë dhe vendasi jonë, kushëriri jonë, vllau jonë, Recep Gashi nga Rezalla e Rike. Unë ju përshëndes dhe ju lam me një ditë të mirë, një ditë të qetë, lavdi edhe njëherë për të gjithë dëshmorët dhe marteret e fshatit Rezall, lavdi për të gjithë dëshmorët dhe marteret e kombit shqiptar Anëmban ka është, këto ju tham të kaloni një ditë mirë e mirë dëgjofshëm në emisionet tonë të radhës. Baba im, një mal me zemër të ndezur, hirën për tokën që aq shumë e deshe. Në natën erët, kur shpirti yt u largua, drita jote në la, por kur s'u shua. Fjalët e tua, një këngë në zemrën tonë, një amanet i thonë me zemër të thyrer. Toka jonë është e shenjtë, mos harroni, gjaku ju në rjedh në rrënjët e zarë. Hiena të slave, që t'nikët të malkuar, me plumba e zjarë, të qëlluan pa më shirëshëm. Por ti baba, si shqiponje vërtet, qëndrove krenar, deri sa pate jet. Sot toka ku qëndron trupi yt është një altar, ku liria flembi gjakun e derdhur. Lotët tani janë një det kujtimesh, por dhembja jonë është forcë për nesër. Nuk e kemi zakon, dëshmorët e martirët t'i qajmë, por t'u thurim vargje, t'i këndojmë këngë. Nale një emër, nale nder, që kur s'do harrohet, një zemër të pastër, një shpirt shqiptar. Baba je ylli që ndrison netët e mia, flaka e liris që kur s'do shuhet. E mbajte betimin që vëllajti dhe do të vdesim bashk, se vetëm s'të lë prehu i qeto mali pa thjeshëm. Liria erë si dalë që s'ndalet, ne jemi bite tokës dardane, për të cilën t'i vlijove jetën, e amaneti yt në zemër na qëndron.